Universiteti Ismail Qemali në Vlorë mirëpriti një grup studentësh nga Universiteti Harvardit, të cilët u bën pjesë e një forumi të rëndësishëm shkëmbimi dhe rrjedhëzimi. Ky takim i zhvilluar në prani të ministres së Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Eriona Ismaili dhe rektores Aurela Saliaj, shërbeu si një urlidhse mes studentëve tanë ekselent dhe atyre të një prej universiteteve më prestigjioze në botë. Mirëseardhja u dhënë studentëve nga rektoria Aurela Saliaj. This is a great opportunity for us, but I'm sure that is a wonderful opportunity. Ministri Eriona Ismaili vlerësoi lart të iniciativë si një hap drejt ndërkombëtarizimit dhe rritjes së rrjedhëzimit të rinjve tanë me rrjetet elitare globale. Universitetet më prestigjioze në botë, i cili është treguar shumë i hapur për të folur mbi mundësinë e këtij traditor në Vlorë, ku sot është dita e fundit, kemi dhënë si qershia anëtar, për të parë më tepër mbi Shqipërinë, për të njohur më tepër njerëz, për të lidhur më tepër marrëdhënie, edhe për të parë mundësi bashkëpunimi në të ardhmen. Si herë e parë kësaj vizite më të zgjeruar se Turi Ballkanisha nuk e bërë, në Vlorë sot kemi rreth 15 studentë, ku janë bashkuar edhe 2 studentë nga Franca, janë edhe një docë nga Gjona, nga Giliaka, të cilët janë bashkëpunëtuar në universitetet më të mira në Evropë gjithashtu. Por ajo që dua të cilësoj është që kjo nisë nuk do të mbetet vetëm një iniciativë rastësore, por bashkë me Aleksandrin ne do vazhdojmë të përpiqemi me çdo grup të Harvard dhe MIT-s që do të vazhdojmë turin ballkanik për të zgjeruar atë në 23 vite në Vlorë, me qëllim që ndërlidhja midis Universitetit të Vlorës dhe të gjithë grupeve të studentëve të jetë e vazhdueshme. Takimi u fokusua te roli të rinjve në forcimin e parimeve demokratike dhe zhvillimin e leadershipit përmes partneriteteve akademik. Ky aktivitet shënoi një moment kulminant për jetën studentore në Universitetin e Vlorës, duke dëshmuar se Universiteti Ismail Qemali është një hapësirë ku idet lokale takohen me standardet globale të ekselencës. Me nismë të ministres së Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Eriona Ismaili, një grup studentësh dhe ish studentësh alumni të 2 prej universiteteve më prestigjioze amerikane, Harvard University dhe Massachusetts Institute of Technology, ndaluan edhe në qytetin e Imarës. Ata u pritën në një takim edhe nga kryetari i Bashkisë së Imarës, Vangel Tavo. Sipas kryetarit të bashkisë, me këta studentë u zhvillua një bisedë e hapur dhe prezantuese për qytetin, sfidat e tij dhe perspektivën e zhvillimit ekonomik, e cila bazohet veçanërisht në turizëm. Të rinjt kaluan një ditë shumë aktive dhe impresionuese. Ata u bën pjesë e projektit O Borret që flasin, një projekt që ka për qëllim pikërisht promovimin dhe ruajtjen e traditës qytetare dhe popullore të familjeve të Imarës. Gjithashtu ata ndoqën edhe një koncert muzikor në Kalan e Imarës si pjesë e projektit O Borret që flasin.